duke që në arqipelag e drejtë ndërkombëtare ka disa rregullat të tjera. Atëre, në fakt nuk është shtet arqipelag, sepse ka një territor të madh, ose dhe ka në kontinent, si tillë. Arqipelagu është vetëm ishullor, përbëhet vetëm nga ishujt në raportet caktuara, pra nuk është kjo. Bie e drejta, ose ajo që Greqia shpall her pas here të qenurit arqipelag. E dyta, deti Egje. Deti Egje ka disa kufizime në shpalljen e gjërësisë detit territorial. Kjo është vendosur nga fuqitë e mëdha që në vitin 1932. Çdo shtet, si Greqia dhe Turqia, në detin Egje, i cili përfshin nga kontinenti deri në atë unaz ishujve që përfshin dhe Kretën, pra jo jashtë kësaj, është gjërësia deri në 6 milje si për Greqinë dhe për Turqinë. Turqia në fakt e ka zbatuar këtë. Dhe Greqia ka zbatuar nga 32, por Greqia vazhdon ta mbajë si objektiv që unë do ta çoj deri në 12 milje detare, gjë që bie ndeshme drejt ndërkombëtar. Dhe e treta, që është efekti ishujve në delimitimin e hapësirave detare, jo të detit territorial, por të sheltit kontinental dhe të zonës ekonomike, ishkujt nuk kanë prioritet, kanë efekt jo të plot. Si tillë që Greqia humbet si përfaqe për shkak të efektit të ishujve. Pra në toka ka efekt, nuk ka efekt të plot, kurse ishulli ka efekt, që do të thotë që si përfaqe, kur ndahet, kur bëhet delimitimi midis një ishulli dhe tokës kontinentale, nuk bëhet në mes, por bëhet në një vit tjetër që është në disfavor, që është më afër ishullit, pra humbet si përfaqe. Këto janë tre elementet. Nëse Greqia arrin të bindi, ose të ndryshoj këtë drejtë ndërkombëtare, nëpërmjet precedentve, ku një nga këta ishte dhe marrëveshja e vitit 2009, pikërisht për këtë precedent, atëherë Greqia mund të arrijë si përfaqe maksimale, dhe sot kemi dy konflikt ose dy kundërshti kryesore, që është mesteu lindor, ku bëhet fjalë për një kundërshti prej 500.000.000 kilometër katror. Aq është? Po, 500.000.000 kilometër katror, dhe është efekti i ishullit të othonojt dhe disa ishujve të tjerë, po kryesisht othonojt, dhe e dyta është hapësira detare me Shqipërinë, ku Greqia ka ishuj dhe ne kemi tokë kontinentale. Si e tillë, duhet të ulet efekti i ishujve. Dalim pak, komandant, tek harta ndendarje me Shqipërinë. Si është bërë kjo? Mbi bazë të çfarë koordinatësh është vendosur ky kufi në këtë hartë? Në hartat zyrtare, kur hidhen kufit, hidhen vetëm ata element që janë të ligjshëm. Pra që janë aplikuar me ligj të brendshëm, sepse kështu e parashikon e drejta ndërkombëtare, siç është vija drejt bazë apo gjërësia detit territorial, kurse si dhe marrëveshjet që mund të kesh, kurse në hapësirat që këto marrëveshje nuk ekzistojnë, zakonisht ato lihen të hapura pa vija. Pra, që mos të krijohet precedent, që mos të krijohet një lloj zakoni që ky është kufiri im dhe ky duhet jetë. Dhe si e tillë, harta që është prezantuar ka hedhur kufit e Shqipërisë me Greqinë, ndërsa ne nuk kemi kufi, dhe e ka hedhur versionin e vitit 2009. Në 2009, pra, ajo vija kuqe që shohim aty, vija kuqe që paraqitet në pra aty është kufiri 2009. Është kufiri 2009, por në fakt ky kufi ka rënë me vendim të gjykatës kushtetuese. Dhe po ta shikojmë, ka dalë një profesor, i cili është sot mban një detyrë të rëndësishme në Greqi, që është shefi prokurime për të gjithë buxhetin e shtuar të mbrojtjes të Greqisë, pra nuk është një person i zakonshëm, një studius i lirë, është një studius i angazhuar në qeveri, dhe ka shpjeguar që kjo është sipas marrëveshjes së vitit 2009. Pse? Sepse qeveria aktuale, e cila është po ajo parti që ka bërë marrëveshjen e 2009-s, kërkon me çdo kusht që Shqipëria dhe Greqia të vënë në marrëveshjen e 2009-s. Të vënë në atë marrëveshje. Pra, ky është objektivi me Shqipërinë, sot e qeverisë Mitsotakis. Okej, por Haga, çfarë ndodhi me Hagën? Shiko, kryeministri është tërhequr. Kryeministri ka kuptuar që ka gabuar. Është gjë e mirë që tërhequr, thoni ju? Po, është gjë e mirë sepse e kupton... Sepse mbaj mend që ju e kundërshtuat në fillim Hagën. Po, sepse është gjë e mirë sepse e kupton frikën që ka që
Nuk është aq e lehtë, domethënë, në rast sepse shiko çfarë ndodhi. Kryeministri në 20 tetor të vitit 2020, kur doli me Eden Diasin e mori vendim për të vajtur në Hag, mori 2 vendime. Njëri ishte kompetencë e tij, që ishte çështja do të shkojë në Hag. Është një vendim politik. Vendimi i dytë ishte që gjithë çështja do të shkojë në Hag. Nëse do të shkojë e gjithë e pjesshme, apo një pjesë, apo ky nuk është vendimi i kryeministrit, është vendimi i grupit negociator që duhet të ngrihej. Pra, në këtë mënyrë kryeministri nuk bëri gjë tjetër veç se i hyri në kompetencat e grupit negociator. Atëherë pyetja është, përse do ngrihet grupi negociator kur vendimin e ka marrë kryeministri politikisht? Dhe në fakt po ta shikosh, kryeministri nga viti 2020 dhe në vitin 2023 ka qenë në dilema. Njerë kanë kërkuar modifikim të marrëveshjes me Greqinë. Pastaj në tetor të 2022 deklaroi, mbasi takimi që ka pas me kryeministrin Mitsotakis në Budapest, në tetor, ku kanë pasur dhe një debat ashpër për këtë çështje, deklaroi që marrëveshja nuk është e lehtë për të vajtur në Hag, pra për ngritjen e grupit. Në nëntor, grekët filluan të fusnin anijet e kërkimit. Këtu qëndrojmë pak, nxjerrim pak hartët tuaja, po harta me anijet vendim në regjisë. Pra kemi 2 hartë që na ka sjell komandant Artur Meshollari, nxjerrim të parën. Pra këtë hartë komandanta po duhet harta tjetër. Harta që ka anije. Harta që ka kjo është. Okej, tani na shpjegoj pak, çfarë është kjo? Çfarë ndodhi? Mbasi kryeministri deklaroi që marrëveshja është e vështirë, grekët filluan të bëjnë kërkim për hidrokarbure dhe u futën jo vetëm në zonën e kontestuar, por u futën dhe në zonën e shelfit kontinental që i takon Shqipërisë, po të shikojmë lartë, në krye janë futur pak. 11-14, po. Janë futur pak, kurse e gjithë zona ku shikon anijet janë në zonën e kontestuar. Në këtë moment, qeveria shqiptare duhet të bënte një deklarat, një notë